Kjo tryezë diskutimi zhvillohet në kuadër të projektit fuqizimi i grave të cënueshme përmes mentorimit social, projekti i cili financohet nga Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, zbatohet nga Gize Zyra në Kosovë, kurse Barc për implementimin e këtij projekti është organizata Shiera. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithë juve për bashkëpunimin gjatë gjithë kohës, se me të vërtet është një proces i cili po kërkon kohë të vazhdueshme dhe më shumë që gjatë gjithë kohës të punohet me ato gra në mënyrë që të integrohen edhe të sigurojnë me një vend punës. Gjithë e dim shkallën e lartë papunësisë, përjashtimin social edhe qasjen e kufizuar në trajnim dhe mentorim për këtë grup specifik, të cilin e kemi targetuar në projekt, me qëllim që me ul shkallën e papunësisë, me punu në kuadër të përfshirjes sociale, edhe me ofru një mentorim që është i strukturuar dhe ju ofron një farë zhvillimi personal këtyre grave. Vërtet ka qenë një diskutim fillimisht që po vim të disa rezultate që ndoshta si kam pritur edhe unë nga këndvështrimi se cilat do t'jenë edhe do t'vim në një situatë që vërtet ta kemi një pasqyrë qartë dhe një mundësi ndoshta që edhe ta institucionalizojmë. Se gjithmonë nga praktikat e kaluara realisht shumë projekte vinë, shkojnë momentin kur përfundojnë projektet dhe aty stagnon çdo proces. Megjithatë ka qenë gjatë gjithë kohës që kemi punuar të kaluarën, kemi këtu në Roma shpesh me Zefin e Vebiun, një vështërsi dhe një qasje se si realisht punëtorët aktual që janë pjesë të institucioneve, të qendrave për punë sociale, të zyrave të punësimit, realisht ta kanë një lloj këshilltari të vazhdueshëm gjithmonë që edhe kur përfundojnë projektet, me qenë diçka që është e vazhdueshme, përkundër se po bëhet investime shumë, dhe një prej komponentave që gjithmonë e kemi diskutuar ka qenë edhe çështja e mentorimit social. Nga këndvështrimi edhe pjesa që po punojmë në reformimin e skemave sociale atje të skema ndihme sociale është komponenta aktivizimit që këto familje të cënueshme me aktivizuar në treg të punës. Ne jemi të gatshëm realisht që me koordinu procesin edhe me shtyjë edhe institucionet, por edhe me po në aspektin e arshëm të partneritetit të bashkëpunimit se si të vim të tek puna mentorme. Modeli e kontraktimit mentorëve si entitet apo si mentor nga institucionet e nivelit lokal apo qendror. Dhe kjo besoj që është një komponent që duhet me po talë se si ka me funksionu. Po e dim referimi e evidenca vjen nga institucionet, klientela targeti janë viktima, familjet e cënueshme, po e di grupe tjera, dhe me po mënyra se si mentorët social kanë me qenë mënyra e kontraktimit tyre dhe motivimit për të kryer shërbimin në raport me kërkesa që vinë nga institucion. Unë jam Rezarta Ashari, jam eksperte e politikave sociale, shërbimeve sociale në Kosovë. Jo për shkak që di ma shumë se ju, po për shkak që puna dhe karriera dhe projektet në cilat kom qenë angazhume gjatë karrierës time, ma kanë dhënë drejtimin edhe mandej më ka flet në zemër si fush. Qysh pas procesit të decentralizimit të shërbimeve sociale në janar të vitit 2009, komunave i është dhënë një përgjegjësi goxha e madhe për ofrim të shërbimeve sociale për grupet në nevojë, por edhe identifikimin e grupeve të cënueshme në nivel lokal, në nivel komunal. Kur të vim te përfundimet edhe rekomandimet, e thamë edhe më herët, korniza ligjore për mbrojtjen sociale ofron mjaft për të pas vend për zhvillimin e qasjeve të reja, programeve të reja, siç është mentorimi social, për të arritur deri te grupet më të cënueshme, andaj edhe ofron, domethënë, ka mjaft vend për të punu, edhe për të pilotu edhe të vazhdu me ngrit kapacitete përmes mentorimit social. Kur flasim për institucionalizim, në Republikën e Kosovës i kemi të qarta shumë, do të thotë bazën ligjore dhe i kemi të përcaktuara qartë, do të thotë si themi rrugën ose udhën drejt institucionalizimit të gjitha kvalifikimeve të cilat ofrohen në Republikën e Kosovës. Ne për momentin, me qenë se jemi duke diskutu për një kvalifikim profesional ose program trajnues, do të thotë se legjislacioni përcakton shumë qartë ose baza ligjore që një profil i cili dëshiron të ofrohet në formë të programit trajnues ose kvalifikimit në Kosovë duhet fillimisht do të thotë të kaloj në 3 procese të ndara.
Njëjtën kohë, do të thotë institucioni kur aplikon me validim, do të më aplikua edhe për proces të akreditimit, do të thotë kjo është mënyrë simultane, duhet të përgatitet po ashtu dokumentacioni për akreditim. Këtu përfshihen të gjitha rregulloret që kanë për synim rregullimin ose institucionalizimin e qendrës trajnuese. Faleminderit shumë Arjet, faleminderit mentor, faleminderit Mirlind për mbështetjen e vazhdueshme edhe për një vizion shumë larg pamës përmes organizatës Shera, e cila është mbështetëse çdo procesi për avancimin e rolit të gruas në shoqëri, po edhe ka dhënë kontribut jashtëzakonisht madh në çdo proces, edhe në avancin bazës ligjore dhe në aspekte tjera. Faleminderit edhe FIS-it, sepse jemi si ekip bashkë që kemi punu, Teutës, Rezartës, Anitës, Kerimit, që na keni mbështet në promovim të këtij aktiviteti në format të ndryshme dhe në punësimin e mentive tona që kanë qenë të përfshira në kuadër të këtij projekti. Unë uroj që të vazhdoj edhe u besoj që do të vazhdoj. Neve kemi me u pa prap. Shpresoj që ky takim të jetë një lloj baze e mirë që të vazhdohet puna e mirë edhe në tanë.